Fjala hak do me thënë e drejt e merituar. E drejta e merituar mund të jetë e këndshme, por edhe e pa këndshme. Përshëndetje dhe mirë se vini në dekodimin e hakut. Ringjallja është ndodhi ciklike, individuale dhe gjenetike. Kthimi është këtu ku jemi, këtu është gjeneti dhe gjehenemi. Sipas ligjit të parë të termodinamikës, qiejt dhe toka, do me thënë universi, s'ka fillim e as mbarim, sepse energjia nuk mund të krijohet ose të shkatërrohet, por vetëm të transformohet. Të njëjtën gjë e thot edhe Kurani. Në këto ajete të kaptinës Hud, thuhet se gjeneti dhe gjehenemi do të jenë sa të ekzistojnë qiejt dhe toka, do me thënë për gjithmonë, nën kupton, universi është pa fillim dhe fund. Njerëzit e mirë apo gjenetlit e shijojnë vetëm vdekjen e parë, e cila është vdekja e trupit, ndërsa vdekjen e dytë, e cila është ndëshkimi dhe vuajtja, nuk e shijojnë. Ndëshkimi dhe vuajtja i takon vetëm zullumçarëve apo gjenemlive. Pas ringjalljes, do me thënë fryrjes së surit, nuk do të ketë lidhje familjare, e as që do të pyes kush për njeri tjetrin. E juve, a ju kujtohet familja e jetës së kaluar, dhe pse nuk pyetni për ta? Tunxha tjeta